Një transmetim që ka ardhur prej gjenerata të arta e përmendin një histori që ka ndodhur tek popujt e mëhershëm. Ka qenë një njeri i cili e ka adhuruar Allahun shumë dhe është veçu në faltorën e tij dhe ju ka largu harameve. Dhe me një rast disa djemë të shfrenuar kanë thënë do ta fusum këtë adhurues ose këtë hoxh në mëkat. Dhe çfarë kanë bërë? Kanë bërë marrëveshje me një vajzë të bukur, cila ka qenë e përdalur. Dhe i kanë thënë asaj që ta gjejnë një metodë që të shkon tek ai dhe ta fusin në sprovë. Dhe aja ka mendu kurthën shumë mirë dhe me një rast është shfaqur një furtunë dhe shi i fuqishëm. Dhe aja ka ardhur dhe ka trokit në derën e atij adhuruesit. Dhe ai nuk ka dashur ta lejë me u fut atë një grua të huaj. Mirë po aja ju ka përgjëru që nëse më lën në këtë gjendje të mërshme, shi, furtunë, unë do të vdes. Dhe pasi që e sheh që nga pamja aja është me duket që gjendja është jetë e vdekje dhe i duket që aja është udhëtare, e lejon të futet, mirë po i thot që ndra me një skaj të faltores me. Dhe ky shkon me një skaj tërësisht tjetër. Aty edhe i shirin dhe bën adhurim ndaj Allahut Madhëshëm. Dhe gjatë adhurimit që e bën ndaj Allahut, normalisht që Allahu i Madhëshëm ka bërë që dy gjenit të kenë tërheqje njëra me tjetrën, biologjike e psikologjike e kështu me radhë. Dhe gjatë qëndrimit, ajo vajza gjithmonë ka bërë lëvizje që ta tërheq atë. Dhe ati sa herë që i ka shku mendja keq të veproj diçka, çfarë ka vepru? E ka fut gishtë e tij në zjarr. Tek qiri. Dhe e ka largu pastaj dhe ka vazhdu me adhurime. Përsëri ka shku mendja keq, e ka fut gishtën në zjarr dhe e ka largu atë përsëri. Dhe kështu ka vepru disa herë. Dhe kur e sheh aja gruaja se çfarë po vepron ai, pastaj del prej atij vendi, pasi që qesu gjendja, dhe shkon ju thot atyre djemve të përdalt, thot mirë për ju ku më keni qu. Me vërtet ai njeri ishte i devotshëm. E fuste gishtën zjarr, kujtonte me kët zjarrin e xhenemit. Dhe pastaj përmendet që edhe kjo gruaja pendohen nga ajo rrugë e keqe. Pra shikoni çfarë shembulli interesant nga kjo histori që ka ndodhur. Subhanallahu, se si e ka ruajtur ai hoxh vetën prej haramit, edhe pse i ka pas gjitha mundësitë dhe nuk ka rënë në fitnë, e ka kujtu zjarrin e xhenemit. Imagjinoj ti gishtën me fut këtu në zjarr dhe nuk mund ta përballojsh nxehtësinë e tij. Si do ta adhurojsh zjarrin e xhenemit? Në veçanti që ka orë transmetim që njerëz që bojnë prostitucion do të bëhen bashkë me një furrë gjithë zhveshur dhe zjarri do t'ju futet prej përfuni, do t'ju futet zjarmi dhe do t'i ngrit majë e furrës që është më ngushtë. Prandaj vetë disa ju në ojërini, vallahi prostitucioni është shumë i tmerrshëm. Vallahi për shkak këtij paksohen njerëz, paksohet nataliteti, ju shkatërrohet jeta, ju bëhet jeta e mjerueshme. Dhe ndjeni vetmi dhe këto lidhje të afatshkurta këto janë vallahi janë shkatërrim për juve, janë shkatërrim për shoqërinë. Kështu që vetë disanu në këtë botë sa dëmet i ka prostitucioni, mos flasim për botën tjetër, mos flasim për zjarrin e xhenemit. Prandaj kthjellnu, ne gjithë e dim që askush prej jush nuk ka dëshirë që ta bëj një gjë të tillë me antarët e tij të familjes. Pse vepron ju me të tjerë? Që vetë disanu, o jurini, vetë disanu, se me të vërtet përfundimi i mëkateve është i tmerrshëm në këtë botë dhe në tjetër.